ato çka i krijojmë, ajo ju mbetet pasuri fëmijëve tanë. Asnjëherë nuk është një diçka që ne kemi me marrë me vete. Po jam e mbështetur, jam e inkurajuar shumë edhe prej poetëve të ndryshëm, jam e pëlqyer po ashtu, jam edhe e lexuar, edhe këtu e ndjej një kompletim të asaj edhe ndjehem shumë e lumtur, edhe siç e thash edhe më herët që ndjehem shumë e lumtur për lavdatat, por edhe më e lumtur do të bëhem kur të marr kritika të vazhdueshme në poezi, për librin e shumë çka tjetër. Po mbështetje institucionale, kanë poetët, kanë prozatorët, ka libri, ka kulturë? Nëse flasim në përgjithësi, me të thënë të drejtën, nuk di se si funksionojnë ndoshta brenda për brenda institucioneve këto mbështetjet edhe ajo inkurajimi që mi dhan kurajo një poetit të ri. Po mu si poete e re që është dashur që unë kam investuar shumë në librat e mi, kohëve të fundit po jam mbështetur prej ministrie për botimin e radhës për romanin, ku shpreh rastin edhe mi falenderu padyshim, pasi që ata janë ata të cilët kanë me bë një zhvillim artistik brenda e vendit tonë, por dhe ata janë që ata kanë me pezullu njëjtë po ashtu. Mirë po faleminderit që kanë qenë përkrahës, jo vetëm për mua, por dhe për kolegët të tjerë, të cilët e di që kanë qenë mbështetës dhe mendoj që ajo mbështetje që na është dhënë është për të mirën e atyre dhe fëmijëve të tyre. Pasi që ne ato çka i krijojmë, ajo ju mbetet pasuri fëmijëve tanë. Asnjëherë nuk është një diçka që ne kemi me marrë me vete, por kemi me lanë për fëmijët e atyre dhe për fëmijët e tanë.